unë jam Loreta Koleci. Në fakt, para se me I taku disa pukjan këtu, mendova që isha e vetmja pukjane, po fatmirësisht e kisha disa veta. Kështu që një duar trokitje për pukjan, për Shkodran, për Malsor që sot kanë ardhur në këtë takim. Zakonisht njihem kështu njerëzit që më njohin mirë, e din që nuk kam shumë emocione, artikulohem mirë, e bla bla bla. Po, për herë të parë, po e gjej veten tu dridh, edhe tu e përsërit fjalimin kështu 5.000 herë, po inshallah nuk e harroj deri në fund. Sepse si kandidate e ndjej vërtet përgjegjësi shumë të madhe me përfaqësu Pukën, po edhe Shkodrën, edhe një përgjegjësi hala edhe më të madhe m'ju fol njerëzve drejt për politikë bërje. Më falni, po sot emocionet mund kanë myt. Edhe nuk është si tjerë që sa më shumë flasin e heqin emocionet, mu po mdo dhe kundërta. Rrugës u ardh, thash, do them qatë më vinë mend, si zakonisht, po mrapa thash jo, do të me e mendu mirë se jam kandidate. Edhe fillova ishtu të artikulu me veten teme, edhe I tun hyrje të Shkodrës, se pava që disa rrugë ishin rregullu, ndriqim, rrugë të shtrume mirë. Edhe isha të menu, po për çana duhet, kur s'ka njerëz me kalu mi to. E mrapa erdhe këtu afër parkut, edhe poshtë parkun ka çmadh, edhe fillimisht nuk niva za fëmish. Edhe thash, po I ky park, pse po na duhet kur nuk I nim zonat e fëmijëve, si ato zogjtë e pranverës. Fillova të pa shkollat, edhe këto rekonstruksionet që I kanë bë. Edhe prap mendova, po për çana duhen kur krejt rinia ka ik jashtë. Edhe fillova të u bë fataliste për 10 minuta, do të thonë keq fare, rash në batakun e fatalistës. Mrapa thash nuk mundet me kenë një qytet, po si pat shkollat, parqet, po se pat zonin e fëmijëve, po se pat punëtorin e thjesht, sipërmarrësin e thjesht, e gjitha këto. Në fakt Shkodra I ka tana, po ajo që I ka mungu për 30 vjet është drejtësia, vizioni dhe vëmendja, që kur nuk ja kanë dhënë. Shkodra është përdor nga banda kriminale me logo partish, se nuk ka partit mirëfillta politike, ato nga pas kanë banda kriminale. Shkodra shumë herë është ndesh me premtime, boshe, skandaloze, është përdor politikisht në përfitimin e disa individëve që I kena pasën pushtet, edhe që sot edhe janë pushtet. Ajo që ne mendojmë nuk është se do e zgjidhim problemin e Shqipnisë me një ditë as me një vit. Rruga jonë është e gjatë, ndoshta për disa njerëz është e lodhshme, po ne e kena marrë përsipër, bashkë me ju normalisht, se vetëm nuk bëjmë dot asgjë. E kena marrë përsipër që me u bazu mbi shpresën dhe vizionin, edhe jo vetëm për Shkodrën, po për gjithë Shqipërinë, se ndryshe nuk ka kuptim. Pas meje shkruan Ereja Polind, edhe unë me këtë trunin tem krejt vogël, u mundova me elaboru disi. Edhe po mendoja Ereja Polind gërmadhesh atje ku në një fshat Shkodrës që si thush nuk ka më shpresë, janë vetëm 2 pleq të I prit fëmijë më ardh. Ereja Polind në shpirtin e çdo punëtori që është I keq paguar, po që prap ka besimin që një ditë drejtësinë do ta gjej, po në vendin e tij. Ereja Polind në shpirtin e një sipërmarrësit vogël që çdo ditë e çel dyqanin e vet, edhe pse mendon që ka humbje. Ereja Polind tek ata të rinj që prej vitesh janë largu, po mendjen edhe zemrën hala I kanë të rrajnë të tyre. Ereja Polind tek secili prej nesh që ka zgjedhur me nejt këtë vend, pavarësisht çdo vështirësie. Ereja Polind në shpirtin e çdo shqiptari drejt. Ajo që unë kam dash me thonë sot është jo vetëm me ju kërku votën për 11 maj, po me kenë bashk në këtë rrugtim, jo vetëm me 11 maj, jo vetëm çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, çdo vit, që t'jetojmë në këtë vend me dignitet,
edhe vërtet të përfaqësohemi nga njerëz që do ja sjellin shpresën këtij vendi.